Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, e kemi ngjarjen tjetër shumë më rëndësishme që është marrëveshja e Hudejbis. Fillimisht Hudejbia është një bunor ose një pos i cili parafarsisht është 22 km me motjet e sodit larg në Mekës. Ndaljet Mekës, ka ona e Gjeddës ku shkon në Mekë edhe në Gjeddë këto vende, inshallah kush shkon, që tash në këtë vend parafarsisht është pika e kontrollit ku i kontrollojnë gjithë ata që hinë nga ona e Gjeddës për me shku në Mekë. I thënë shumejs. Domthonë është i njoftun kjo vend kontrolli shumejs quhet. Në fillim të mujit Dhulqeede, që është muji i fundit hënor, në vitit 6, pejgamberi alayhi salatu wassalam lëshon lajm të sahabët edhe të fiset beduine që ishin po musliman rreth Medinës, po dojnë me shku në Mekë me bomre. E pejgamberi alayhi salatu wassalam donte me shfrytzu avancimin që e përfitun muslimanët me betejën e Hendekut, edhe fitun i masht mirë, edhe nuk arritën me thy rrethimin e Medinës e me pushtu Medinën, tash po don me shfrytzu këtë avancim pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe me hinë Mekë. Mirë po e përhap lajmin në gjitha anët që sa më shumë njerëz me mbledh, që kur shkon Mekë, numër i madh që edhe nëse me kasit hapin luftë, atëherë me pas kush më ju kundërvij atyre. Edhe i thirr pejgamberi alayhi salatu wasalam sahabët, mirë po beduenët si zhak. Beduenët, edhe pse musliman, si zhak. Domthonë, ju të dosh me shku me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Atëherë i mbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diku në 1400, thuhet 1500, thuhet 1300, por ashta 1400 që është më afër, edhe niset me ta ensar dhe muhaxher krejt. Veç një munafik është me ta. Na del në skenë më vonë. Edhe niset për umre. Mirë po armatimin e marrë me vete. Ama armatimin të futun, do më në shpatat në klëf, shigjetat në venin e vetë që, më thonë për mirë të regu atyre që nësimi të orë me luftu, por nëse ndodhë lufta në imi të gatshëm. Ndërsa beduenët, thotë Allah i lartësuar, më thonë në ajetet e surës Feth, se surja Feth ka zbrit edhe në lidhe me marrëveshjen e Hudejbis, edhe në çlirimin e Mekës, edhe në ngjarjet që janë bë për çdo 2 vite parafarsisht. E këtu Allah i përshkruan beduenët, musliman, beduen, edhe thot ata që nuk erdhen me tyje, kur i thova hajde po shkojmë në umre, sa më shumë të shkojmë, kam thonë vallahi bre, unë nxunëm, u angazhum me familjet e tona, me pasuritë e tona, edhe bën istikfar për nevojë i dërguar Allah që s'erdhen me tyje. Ndërsa Allah thot këta po thojnë me gjuhën e tyre ato që se kanë zemër, se s'është kjo arsye. Arsyeja është se pastaj e vazhdon ajeti, thot ata kanë menduar që ju keni me shku në Mekë, po s'keni më kthy më. Sepse me kasit kanë më ju hakmir, veç sa u kry lufta, kanë më ju hakmir dhe kanë më vrarë krejt, kështu që nas po dojna më na vrojë, po dojmë me pështu. Gjithashtu thuhet se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pandër, që ka me hinë Mekë, ka hinë Mekë, to bota avaf, i ka marrë qelsat e Çabës, edhe i thot sahabëve hajde pushk. Nisën për në Mekë direkt, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i merr me vete dikon 70 deve për me thirr kurban, secilën deve për 7 persona. Ku është vendi sot Dhul Hulejfe që është mikati i Medinës, që aty e falin namazin, e bojnë jetën që aty dhe nisën. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e porosit në burr të fisit Benu Khuza'a, se Benu Khuza'a kanë qenë më të afërt me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe muslimanët. Domthonë gjithmonë ja kanë mujt krahun, edhe pse ju hoptas, po gjithmonë janë pozicionuar dhe janë munduar me mbështet pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe i porosit një burr me emrin Busr al-Khuza'i, edhe i thotë shko me rlojme në Mekë, shka po ndodh. Para se më afro Mekës. Shkon kër Mekë, e sheh që me kasit kanë marrë vesh se Muhamedi do me ardhë në Mekë, kanë vendosur mos me lënë me hy, edhe kanë vendosur me luftu. Kthehet te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i thotë ja jep lajmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është i gjatë, i cili është në Buhari, që e transmeton komplet ngjarjen e Hudejbis se çka ka ndodhur. Edhe udhëtimin, edhe marrëveshjen, edhe pikat e marrëveshjes, edhe çka pas marrëveshjes. Pejgamberi
alayhi salatu wassalam, kur i afrohet Mekës, e kupton se Khalid ibn Velidi ka dalë me një grup të kalarësve që janë të armatosur edhe ushtar, edhe i lakon rrugën për mos u taku me ta. Sepse ona ekziston frika mos po na kundërvyjen, pastaj duhet me bë luftë, anë këta nuk janë të shku në luftë me bë në Mekë edhe ashtu. Mirë, kur e merr vesh tash pejgamberi alayhi salatu wasalam se Mekasit kanë vendosur që mos milon me hin Mekë, edhe kanë vendosur me luftu nëse reziston pejgamberi alayhi salatu wasalam, po thotë i dërguar Allahut, walladhi nafsi biyadihi la yasaluni khuttatan yu'adhimuna fi hurumati llahi illa a'taytuhum iyyahu. Wallahi thot pasha atë në dorën e cilit o shpirti jam. Tash pritet me orë negociata tash me bë. Se këta s'po kthehen në Medinë, ata s'po ilon me hin Mekë, tash duhet më zhvillu negociata këto. E pejgamberi alayhi salatu wassalam parem po e tregon se me çfarë kriteri ka me bën negociata. Thot nuk kanë me sjell ndaj farplani me të cilën madhrohet Allahu dhe shenet e Allahut vetë se kam jo pranu. Edhe kam jo dhon çka të lypin. Edhe fillojnë tash emisarët, edhe disa i dërgojnë pejgamberi alayhi salatu wasallam, disa i dërgojnë Mekasit, në mënyrë që me diskutu çka po bëjmë, çish po ja bëjmë. Me hin Mekë s'ka. Ata janë kategorikisht që mos me hin Mekë, edhe me luftu nëse është nevojë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam s'është interesuar mu kthy për arsye se ju çon lajm, thot unë jam të ardhur për umre, s'jam ardhur për luftë. Mirë, fillimisht e dërgojnë Urwa ibn Mas'ud ka qenë një udhëtar, po si duket ka qenë njëri kogje korrekt. Edhe shkon te pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot mushrikët nuk janë të interesuar me të lanë Mekë aty, me hin ose me luftu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, po unë nuk jam në doshme për luftë. Si jam nis për luftë, unë jam nis për umre. I merr këto lajme, edhe ja u çon në Mekë, megjithëse pejgamberi alayhi salatu wasallam ja thotë do fjalë. Edhe i thot unë kam me hin Mekë, thot po nuk kemi me nxjerr as shpat as shigjet pe klëfit, kemi me rujt lidhen farefisnore që kemi, s'kemi me sulmu, dhe nuk kam me fol historia që kanë ardhur në Mekë muslimanat dhe i kanë vrarë farefisin e vet, edhe kemi me dal çabja është e gjithve, përkundrazi është nder për kurajshitët që me i prit musafert e qabës, edhe ata që vinë për qabë për tavaf. Shkon kë Urwa i thot, idhëtarë thot, jo mnjeni mua, edhe dini kush jam. Edhe nuk jam ndikupi Muhamedit alayhi salam, as nuk jam me ta. Mirë, po thot vallahi, ja ka ofruar një plan, nuk ka plan më të mirë. Veç pranon se s'bën ndryshe. Para se me i thon planin, thot atë të tregoj planin ajo. Disa axhami çështo, edhe me ndelet të s'po do me një hiç ka thonë. E ka po disa njerëz, kur donë të me fol me ta dhe me diskutu, hiç s'po du me nish, hiç s'po du me diçka i të thonë. Të thonë që ka qysh me fol me këta. To kjo është tepër ignorant. Ose e ka trunin e blokum, s'do në bisedime. Qysh zgjidhen problemin pa bisedime, a diçka hiç s'po du me një biti. Këta thonë hiç s'po du me një që ka thonë Muhamedi. Disa tjerë, pak ma të pikën, të regon e që ka thonë Muhamedi. Edhe kjo ja të regon se qka farplani ka qitët, ja, s'ka mësi. Nuk ka mësi, thët, me ndodhë kja. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e dërgon edhe një tjetër. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam zgjedh njerëz neutral, jo njerëz të vet, po dhe jo njerëz të mushrikëve. Zgjedh njerëz neutral, cilët janë të pranuar për dy palëve që me i çu për bisedime. Gjithashtu e dërgon një Budejl al-Khuzai, fisit Khuza'a, edhe ai shkon me folët e ta mirë, po domethënë ata janë kategorikë që mos milon me hi në Mekë, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është domethënë halos ka marrë vendim për mu kthy në Medinë pa hi me bë umrën. Pastaj të Urwa ibn Mas'udi kur vjen te pejgamberi alayhi salatu wasalam, fillimisht i bën disa veprime të cilat janë irrituese. Edhe i thot, o Muhammed, me qëta donë me luftutia? Mush ata me kasit kanë me të luftu. Ti me qëta donë me luftua? Si ti ish në luft këta të lajnë, edhe hesin këthejen.
Të thënë, kjo është me ngacmu nervat njerit. Për ndryshe pejgamberi alayhi salatu me qëta ka luftu në rrethona shumë më të rënda dhe si ka lënë kërkush s'është largu pitina. Ebu Bekri këto s'u ndorohet. Edhe ja thot një fjalë, është interesant. Thot, shko edhe lepinje latin për funi. Kështu i thot, domon është kanë fyrje e rëndë. Shko lepinje latin tanë për funit. Edhe i thot ai, orë thot, kush është kë? Dhe për nje, po, për me bo më interesant, thot, kush është kjo, thot Ebu Bekri? Thot, ka pas një mu një herë në gjahiljet së thot kë, ka pas një mu, thot, ma herët, ma ka bo një njerë, thot, se për ndryshe kësha folën e me to. Pas ta e afrot të pejgamberi alayhi salatu 2-3 fjallë ja kop mjekrën, pejgamberi alayhi salatu. A dhe disa njerëz janë të folti, pak me laku kryta i ta kop kryta, laka kështu. E pejgamberi alayhi salatu po ja kop mjekrën. Sa herë ja kop mjekrën, Mughira ibn Shobe me shpat, heqe dorën, t'ja vati në ndorë, heqe dorën mëse ja prek mjekrën pejgamberit alayhi salatu se gjithë durët e papastërta. Thot, kusha be kë? Ora, dhe po do në me të reguat kebrin e vetë, me masineve, kusha be kë? Thot, kjo Mughire, trastari, thot këtë koka. Trastari, din kur do në dikush me të qitë pilujës, t'i përmend disa elementet të cilat s'kan bojnë me ato për shka jemi mledh me folna. Mirë po, për me qitë pilujës, dhe dajtë se ti trastari je. E që shukon trastar Mughire ibn Shobe, kur ka qenë gjahilet, para se më musliman, u konë ortak në tregtime disa shok. Tash kur kanë fitu si shumë si duket, i ka mytë ata krejt, e ka marrë pasoninë dhe ka shkun Medinë u bo musliman. Pejgamberi alayhi salatu wasallam islamin ta pranojmë. Pasoninë ktheje ku e ke marrë dhe shko me rovesh me njerëzit që i ke vrarë. Domethënë ta pranojmë. Po kryesyra ke punë ka përfundu. Mirë po, Urwa ibn Mesudi pa më thënë, "Ta pse ti trastari, ti më tregom mua ti trastar." Tash sikur ai po don me përshkruaj që Muhamedi çfarë njerëz pina i kanë rrethit, tradhtor, Ebu Bekri që fjalë trona për herë të parë Ebu Bekri në jetën e vet e ka thonë çet fjalë, që është fjala ndoshta më e rëndë që ka mujt me thonë kur fjalë tjera trona, as fyri nuk ka përdorur Ebu Bekri, edhe pse kjo fyri domthon fjalë shkon si normale, po për Urwan këtë rast u shkon fyri. E ai po don me domthon me paraqit tash njerëz rreth pejgamberit alayhi salatu wasallam që si t'ishin luftat ata ikin. Ebu Bekri domthon po folka, po shojka. Mughira ibn Shobe tradhtor, domthon këtë si njerëz pas këtë janë, sikur po do të më thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen një person prej fisit Kinane. Kësë të janis muhabetit, të më nëhisë sune muhabetin sune drejton, hala pa fillu mirë, vjen Suhejli tash. Suhejli është ai cili e bën marrëveshjen tash me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po para se me orë Suhejli, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam tham që dërgon disa njerëz. E nësin e tyre ka dërguar një farë Budejl el-Khuzai. Ky Budejl el-Khuzai kur ka ardhur te pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam është mahnit. Edhe ka vështru mirë situatën pejgamberin alayhi salatu me shokët e vet, kur shkon te drejtori i Mekës e përshkruan krejt se çka ka pasur pejgamberi alayhi salatu. Ato njerëz, vallahi do të kom hite mbreti i romakëve, kom hite mbreti persianëve, kom hite në Xhashi, kom hite ai. Do të vesh nuk kom pa njerëz që e respektojnë, që e madhërojnë thotë ai. Mbretin e tyre që e madhërojnë shokët e vet Muhamedit. Thot kur pështyke njerëzit e zgatëshin dorë, pështime ty në mëron dorë, për shkak të bereqetit, që lejohet me kërku bereqet me gjësendet pejgamberit alayhi salatu që janë pjesë e trupit tina. Pastaj thot kur ujin për avdes kur mërte, njerëzit goti bënin luftë cili me morë do ujtë avdesit pejgamberit alayhi salatu salam. Kur folke ai, miza unike. Edhe nuk e këshirshin pejgamberin alayhi salatu salam për respektit edhe nderit që ja veshin, nuk e shikonin pejgamberin alayhi salatu salam po kryte poshtë kur flestaj. Edhe ky thot, vallahi thot, jam ka ofruar një plan që është plani më i mirë që na afron neve me to edhe na nxjerr me ftyrë për këtë. Kryesore as këta nuk e besojnë. Domthon nuk e pranojnë edhe e refuzojnë. Para se me orë Suhejli, pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Omerit apo shkonti, ç'tash. Mos se vjen njëri, shkon njëri s'po bën të zgjidhje, nuk po arrihet marrëveshja. I thot Omerit apo shkonti, thot Omeri vallahi shkoj me unë, po tutna që bëjnë e farkëdiati. Sepse e dinti që unë, thon, ata kanë hasmëri të madhe me unë suni dorëshu.
Edhe unë shkoj me në rejsh punë atje, bëna kiqi prishi punë, për ndryshë unë s'po pritej. Thot, që e Uthmanin? Uthmani është me i but, e ka familjen më të fortë atje, ka njerëz të mëdhaj Mekë dhe e mbrojnë. Edhe thot pejgamberi alayhis salam Uthmanit, apo shkon Uthmani. Kur shkon Uthmani radhiyallahu anhu, e merr përsipër me mbrojt një afër me tina, edhe i thot hajde në besë teme deri te çabja edhe tregoj çka kimë treku. Edhe i thot Uthmani kena ardhur për çta, dojmë me bë umre, e kryjm umren edhe kthehemi, as dojmë luftë, as dojmë u poshtru as kuçetitur. Thjesht po dojmë me bë umre, çabja është e jonja, domon edhe e jonja është, plus është shtëpia e Zotit të cilin adhurojmë ne. Edhe mushrikët si duket janë të interesuar tash me marr lajme më shumë me Uthmanin edhe e vonojnë Uthmanin. Vonohet Uthmani, pret pejgamberi alayhis salam kohën kur ka më kthy Uthmani s'kthehet. Pret s'ka, edhe derisa të bindën se e vrajtën Uthmanin. Edhe për hapët vjen lajmi se e vrajtën Uthmanin në Mekë, ndërsa Uthmanin e kanë vënë veç të bëj mohabet me to më tepër. Bile i thënë Uthmanit radhiyallahu anhu, dash me bë tavaf, çuqe ki çabën bën tavaf sa dush. Thot janë zbaj tavaf para Muhammedit alayhis salam, para pejgamberit zbajnë, ku morë me lehe, ama ai duhet me orë me bë tavaf tani në Mastina. Thot ndash me bë vet tavaf, me mos dash ka ja ardh. Tash pejgamberi alayhis salatu wassalam kur merr vesh ose kur I vin lajmet se kanë vrarë Uthmanin, se presin ku me orz vjen 22 kilometra larg, domthon janë njëna palë me tjetrën, edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam çohet para sahabëve. Edhe thot çka dora është Uthmanit. Edhe e kap dorën e vet. Çka thot është për Uthmanin, çka Uthmanit, çka për Uthmanin, edhe me dhon besën këto që kemi me luftu deri në vdekje, edhe kemi me nxjerr hakun e Uthmanit. Edhe fillojnë sahabët një me qit dorën para dorës, për një dorë pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe Allahu pastaj e përshkruan këtë gjest të tyre edhe këtë gatishmëri të tyre që me luftu deri në vdekje. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara. Thot Allah I lartësuam surën Fath, domon surja Fath. Nëse e lexoni, I përmend që të ngjarje. Thot Allahu kur thot, Allahu që I kënaqur me besimtarët të cilët ta dhanë besën nën pemë. Është për qëllim që ke besa. Edhe e japin besën të gjithë, kemi me luftu. Sa kryet besa, Uthmani ja bëj dhe vjen. Edhe elhamdulillah nuk ndodh lufta. Mirë, Uthmani thot që s'ka marrëveshje. Nuk arrita me I bind, më thanë mu e bënë tavafin e së dënti, unë I thash që pa pejgamberi nuk bëj tavaf. Edhe u këthi. Mirë, tash e përmendu më herët një person I cili ka orë prej fisit Kinane, I cili ka orë këshe me në rejsh pun, po heq së më përja thët, në këto fjallë vjen Suhejli. Sa e shetë Suhejli pejgamberi alayhis salam? Suhejli bin Amr, thët Suhejl, fjalla Suhejl, arabisht do thët letësim. Sa e shetë Suhejli, thët u letësun punë të inshallah. Pejgamberi alayhis salam do atë optimizmin, e përdor optimizmin, thot u letësun punë, do të hapët rruga edhe do të kemi rrugë dalje. Edhe vjen Suhejli, edhe I thot o Muhammed, e kam një marrëveshje me ty. Unë jam marrë me bë marrëveshje me ty. Edhe fillojnë me bë marrëveshjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot shkruaje. Kush e shkruan? Aliu radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhis salam I dikton çka më shkruan. Thot shkruaje, kjo është marrëveshja mes Muhamedit I të dërguar të Allahut kada. Jo, fillimisht I thot thuj bismillah, shkruaj bismillahirrahmanirrahim. Thot bismillah. Kush është ky Rahmanirrahim? Thot se njomina. Nëse e shkruan që kena shkruar gjithë për shkruajna. Bismika Allahumma. Thot pejgamberi alayhis salam Aliu shkruaje bismika Allahumma. E shkruan Ali radhiyallahu anhu. Thot, kjo është marrëveshja mes Muhamedit dërgumit të Allahut, prit. Ti dërgumi Allahut, thot, unë me pos bindi që I dërgumi Allahut, unë s'luftoj, bona me ty, Kështu që s'shkon kështu. Thot, po shkruaje, kjo është marrëveshja mes Muhamedit, birit Abdullahit dhe Suhejlit, birit Amrit. Thot pejgamberi alayhis salam Aliu të fshije. Aliu ku me fshi Muhamedit dërgumi Allahut, atë e do këtë rond, thot, ja se fshijone. Thot fshinje se fshinj, tash pejgamberi alayhis salam e kupton gjendjen e sahabëve. Për ta nuk I van presjan. Thot ku është e shkruar? Se pejgamberi alayhis salam s'ka ditë çka lexojm. Thot ku është Muhamedi Rasulullah çto? E merr fshinj vet. Shkruaj Muhamedi beri Abdullahit. Thot vallahi unë jam I dërguar me Allahut, edhe pse ju s'po besoni edhe po më kërkoni, po jam I dërguar Allahut.
edhe e shkruajnë marrëveshjen. Kjo është marrëveshja mes Muhamedit birit Abdullahit edhe Suhejli bin Amrit, edhe pastaj i shkruajnë pikat. Cilat janë pikat e marrëveshjes, po i përmendim shkurtimisht. E para është 10 vjet mos e bë luftë. 10 vjet s'ka më luftë mes neve. Edhe po i gëzohet kësaj pejgamberi alayhis salam, sepse lufta e ka penguar davet. Lufta e ka lodh pejgamberin alayhis salatu wassalam. Lufta ka marrë njerëz. Lufta ka nxjerr armiq, lufta ka kriju armiq. E tash kod paqës e shfrytëzon mundsinë pejgamberi alayhis salatu wassalam me bë davet më shumë, me bë mish më shumë, edhe me i shujt, edhe ose me i largu ato armiqësi që kanë më herët. Pika e parë, s'ka luftë, edhe 10 vjet. Pika e dytë, kush beson bëhet musliman prej Mekës edhe shkon në Medinë, duhet më na i kthy. Ndërsa nëse dikush për juve vjen te na s'ja u kthejmë. Më vërtet një farë pike me kështu që kemi parë është në disfavor muslimanëve, sepse muslimant që ju vinë te jona ju duhet më na i kthy neve, s'ja u kthejmë juve. Edhe pejgamberi alayhis salam e pranon këtë. Pastaj pika e tretë, thot kemi me qenë korrekt me marrëveshje, s'ka me dredhia, do po s'ka me punu mas shpinës, po taman marrëveshjen kemi me respektu sikurse me pas vëlla me vëlla. Pika tjetër e radhës është se as nuk kemi me vjedh njëri tjetrin, as kemi me plashkit, as kemi me luftu, as kemi me sulmu. Pastaj pikë tjetër është kush don me hy në aleancë edhe mu bo aleat i Muhamedit bëhot. Kush don mu bo aleat i joni bëhot, edhe s'ka problem këtu. Vetëm se qaj që i bëhot aleat i joni, tani s'do të më menguc Muhamedi me shokët e vetë. Po dhaj që bëhot aleat i juve nëse ngucum. Do më hom për arsye se kemi të bojmë pastaj me aleancë. Gjithashtu pika tjetër, pejgamberi alayhis salam më u kthy prej Mekës, mos me hyn në Mekë, mos me bë umrën, edhe më u kthy me orë në mat, edhe me orë veç 3 ditë pa armatem edhe me dal prej Mekës. Bile, na me dal prej Mekës, i kanë thonë mushrik, na dalëm prej Mekës, ju veni 3 ditë edhe delni, që ma s'pëdojmë asë më po. Pika tjetër është se doon kjo që lidhet me ato paraprake, me orë pa armatim, edhe pa shpata, edhe kur t'i vini numre vitin arshëm, kërkush prej neve me kazve, mos me orë me tyje. Mos me mojti me dikush që me orë me tyje, edhe nëse dikush prej shokëve tu, Muhammed don me nejtë Mekë, rrin Mekë. Këtu ishin pikat, tash këtu dhejzët Omeri radiallahu anhu. Këtu pika dhejzët Omeri, dhejzët edhe sahabët. Mirë, pse dhejzët Omeri radiallahu anhu? Omeri shkon te pejgamberi alayhis salam e thotë, oj dërguar, a jeti pejgamberi Allahut? Do më as jeti pejgamberi Allahut? Po më jam. As jena në hak, po bre jena. E pse na me pranun kësin në çmimi? Përderisa jena në hak, jena më të lartë, pse me pranun kësin në çmimi? Omeri radiallahu po lyps çanem. Edhe po për llogarit që kjo është ijtihadi i Muhamedit alayhis salam, edhe ka mundësi me bëj ijtihad pak më ndryshe. Thot pejgamberi alayhis salam, po thot najna më të lartë, edhe Allahu ka më ndihmu edhe kena me ardhë në Mekë prapë. Thot Omeri radiallahu anhu, ana ke thonë që kena me hinë Mekë, kena me bomrën, kena me bota tavaf, s'ka tavaf. Thot kena me bota tavaf, thot kur? Thot vitin e arshëm kësmet kena me hinë me bota tavaf. S'qetësohet Omeri radiallahu, shkon te Abu Bekri. Ja thot Abu Bekrit një të fjalë. Mirë po pejgamberi alayhis salam të Omer. Unë Allahun e kum dëgju. Nuk e kum kundërshtu Allahun, domthon Allahu më ka urdhëruar çështo me vepru. Ose s'po Allahu më ka miratu që to që i kam bërë gjitha. Mirë po Omeri shkon te Abu Bekri atë. I thotë çështo Abu Bekri to Omer. Habi se pejgamberi Allahut është. Ai është pejgamberi Allahut, Omer kfjallu pak. Ai se kundërshtu Allahun kur Allah është me ta. Mirë po çfarë thotë Omeri pastaj ku qetësohet atë i thotë, "Kogjë do punë shumë i kumbone për me laçta." Pastaj një transmetim tjetër, kjo është Buhari. Pastaj një transmetim tjetër te Imam Ahmedi thotë, "Ku ma xhiru kogjë shumë, e kum dhon sadok kogjë shumë, e kum liru robër kogjë shumë derisa ma ka marrë mendja që e lojta që të gadem që e mor." Që u nguta edhe fola me pejgamberin alayhis salatu wassalam në këtë formë. Mirë, më të vërtet të pika, ndoshta në shëgim të parë janë disfavor të muslimanëve. Sepse muslimanë s'kanë me ba umre, këtë vit kanë më kthy, kanë me orë vitin arshëm, veç 3 ditë me qëndru pa armatosën, pastaj nëse dikush bëhet musliman edhe vjen me Medinë, keni me na i kthy, na s'ja u kthejmë t'juft. Domethënë janë pika disfavorshme. Mirë po pejgamberi alayhis salam po shikon më lart.
Nuk po shikon me emocione. Se me shku me emocione, ja bën ose pranojmë këtë në çmim. Ama pejgamberi alayhis salam po shikon më lart 10 vjet I kemi paqe. 10 vjet unë s'kam marrë me kaset, s'kam probleme me ta. Kështu që unë më me zhvillu aktivitet tjetër ka. Unë për 10 vjet sa davetin e bëj. E pejgamberi alayhis salam po shikon lart. Pastaj çka marrëveshje konsiderohet si bazë mbi të cilën pastaj bazë shtirimi I Mekës pas 18 muajve ose 20 muajve. Mirë, tu e nënshkru marrëveshjen. Tu e shkru marrëveshjen, halo. Suheli po tregon çka më shkru, pejgamberi alayhis salam po tregon kënina ka ona e vet, Aliu po shkruan. Çto momente vjen Abu Jandal. Abu Jandal është djali Suheli ibn Amrit. I bo musliman, I lidhun në kamën dur. I lidhun zinxhir në kamën dur, ku e di çysh ka I prej Mekës dhe vjen para muslimanëve dhe thotë që sa thot janë të më torturu këta, që sa janë të më maltretu, që shumë kanë lidhë, mos më këtheni o musliman. Mos më këtheni të edhujtartë. Thot pejgamberi alayhis salam, që to kemë ma falë. Do më që kësë hinë marrëveshje, Suhejlit. Thot, vallahi, a I betimin e vetë, ja hinë edhe që kënë marrëveshje, ja zbajnë marrëveshje me ty. Kemë ma falë, s'ta fali. S'kina bo marrëveshje në halal, thot, ja kina me bo marrëveshje, që to më ma këthy, ja unë se në shkuj marrëveshje. Që taj farburri, I Kinanës, nëse ju kujtohet, fisit Beni Kinane, I thot, hajtë se për ta falun Muhamedi alayhis salam, por si jam në veshin Suheli, thot, ja keme këthy, që ki I pari, thot, është që kena me praktiku marrëveshjen me to, keme e këthy në Mekë. Edhe Suheli ibn Amri, I lodhën nga skapitën pa bok që sot deta, ku me ditë sa muj, është këtë gjendje I burgosën, I lidhën pranga, I torturum, I rrejhun prej mushrikëve, po vjen para Muhamedit alayhis salam musliman, edhe po thotë mësëm këtheni Allah hile. Mësëm këtheni mësë që shkëm kanë bëu. Pejgamberi alayhis salam për I djekë zemra balë. Mi po marrëveshje është marrëveshje. Edhe po I thotë Suheli ibn Amrit, o Suhel, atë se Allahu ka më të bërë rrugdali shpejt. Së shpejti, Allahu ka më të bërë rrugdali. Edhe nuk shkën I kohë e gati I banë rrugdali. Mirë po, më thonë, ngjarja është e dhimbshme. Tash me kështu shkim të parë, ose me shiku, ose me gjyku me atë vrullin edhe me atë euforin, qysh pejgamberi alayhis salam, qysh I dërguar me Allahut, po e dia vjep, jo muslimanve, një musliman pa me torturu. Qysh për një mon jo musliman e kondër muslimanit. Por mundu dikush me shkumeni, a mu kësh pejgamberi Allahut. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Jandal po I dhimet më tepër se sa mua dhe ty. Mirë po aty janë do marrëveshje, janë do strategji, janë do largpamësi, shumë më të larta. Edhe e marrin Abu Jandal e kthejnë Mekë, sahabët tashi çka me bën. Krejtëve ka thonë pejgamberi alayhis salam, kum pa ëndër, kena me shkon Mekë, kena e bota tavaf, kam I marrë çelësat e çabës edhe kena më kthy. Ku me hin çabës ka, s'po të lanë veç me bë luftë. Thot pejgamberi alayhis salam, te kroni aty te bunori. Thot preni kurbanat, edhe preni flakt ose rruni flakt se ju llogaritet umre. Edhe u kry deqë të umre jonë. Kërkush prej sahabëve nuk lëviz. Edhe pejgamberi alayhis salam nuk e qortan asnjëri, më thonë, hey, unë jam t'ju thonë që lironu prej ihramit, ju s'liroj. S'po thotë ta se pedin pejgamberi alayhis salam që ata janë përgatitur për diçka. Thonë nefsi I tyre është përgatitur për diçka, kanë gjetë diçka tjetër. Edhe hin në tend vet. Në tend me vete e ka Ummu Seleme. Gruan e vet Ummu Seleme. Edhe thotë Ummu Seleme, çysh më thotë pson gojën. Edhe une, qka pësun ata pësu vadhone, qysh u mërzitën ata u mërzita dhone, dhe më thotë njëta ti pësun, qysh së më dëgjojnë. Thotë Ummu Seleme, më dërthet Ummu Seleme, ka qenë grua e meshme. Po normal që gratë e pejgamberit alayhis salam nuk e ka pas hise, edhe rrezik që çdo kush I më grua e pejgamberit alayhis salam. Thotë Ummu Seleme dëgjat, zbojnë punë fjalë në çet moment. Që ka një herë me njëri që I të full, në shpegi, I të bo muhabete, I të diskutu me grue, ose me fmi, I mbyllet të runi, badi hava I full, no. Ska, të thonë, do të me gjithë rrugdale, do të me gjithë njëra tjera me komuniku, se për ndryshe, o mbyll më të runi, s'pranan këshilla. I thëtë, s'bajnë më punë fjallët. Se mendja tyne, I thëtë që kena me shku në qabe, qysh me prej kurbanin, se speshojmë qabën, qysh mu sila të kur s'ka qabe më bota vaf. Thëtë, po dilti prej e kurbanin tënë, edhe e shema sanejnë. Del pejgamberi alayhis salam petindës, do pejgamberi Allahut edhe e merr këshillën e gruas, edhe I bën dobi shumë këtë rast. Thot del ti merr prej kurbanin edhe prej flakt. Del pejgamberi alayhis salam petindës, çdo kurbani jam e merr dhe e prej. Fillojnë sahabët krejt me lyp thikat, shpatat ku I kanë për me prej kurbanat.
Do që thërë këfjellën. Pastaj thot e thira të rejtarin për mja rru flakt pejgamberit alayhis salatu. Fillojnë sahabët me lyp tash njëri tjetrin ja prej flakt, sa që gati kanë të e myt njëri tjetrin për mi prej flakt më shpejt. O nuk thjellën sahabët, mirë, po ka pat nevojë që me ndru stilin e këshillës për momentin, sepse momenti ishte Irani dhe kishin arsye edhe për ata si ka qërtu pejgamberi alayhis salam. As se ka qërtu Omerin për fjalë që e ka thonë, as si ka qërtu sahabët pse si kanë prej kurbonat kur i ka thonë, as si ka qërtu pse si kanë prej flakt, për arsye se thon momenti, situata, çashtu ishte që ata ishin përgatitur për diçka tjetër, i duk diçka tjetër. Pastaj, pas një kohë të shkurt, bëhet musliman në Ebu Basir. Kë Ebu Basiri ik pe Mekës vjen Medinë. Kur vjen Medinë, thot pejgamberi alayhis salam, ja vallahi thot na i prish punët, na i prish marrëveshjet. Vin dy burra edhe lypin me kthy. Thot pejgamberi alayhis salam, do të më të kthy. Ja me prish marrëveshjen, ja me të kthy. Edhe e më ja u jep pejgamberi alayhis salam dy burrave mushrik të Mekës edhe e marrin. Tu shku rrugës. Kjo Basiri si duket ka qenë i shkath, edhe ulen me pushuqet dhe mikati për afërsisht i Medinës ku është, dalet Medinës, edhe fillon me boni plan që ju ik aty. I thot njëri çfarë shpaute paske. Paske shpaut interesant, e mprete kështu, ta më jep ta kështu, ta më merr shpautën, i mshon njëri te my, tjetri ik. Edhe kë kthehet në Medinë. Mirë, po ai që ka ik ai para tina ka shkuar në Medinë. Edhe i thot pejgamberit alayhis salam, na ikja që na i ktheve. Bile na e vrojtin jaunin, edhe tash ka me orë më vro dhe mua, thot jasë të vret. Kur vjen ai në Medinë, thot i dërguar Allahut. Ti thot e këqo e manetin në vend. E kryte tonën, më dërzove, Allahu s'dashti që më kthy mun Mekë pështove. Thot ja vallahi pa u kthy s'ban. Ky thot pa u kthy nuk ban. Kryesorja kthej e kur e merr vesh që do me kthy në Mekë pejgamberi alayhis salam, edhe s'ban se prishet marrëveshja, ik natën, edhe shkon dikon ka pjesa e detit. Dikon mes Mekës edhe Medinës. Që edhe mos me qitë pozit keqet pejgamberin alayhis salam, mos me thonë që ka orë Medinë, po edhe mos më kthy më në Mekë. Tash edhe Abu Gjendel, djali Suhejl ibn Amrit, pas një kohë ik edhe ai shkon i bashkohet atina. Shkon një, tash bëhen një grup e fortë. Tash bëhen një grup edhe kret karavanat e Mekasve do të me kalu rreth tyne. Çka karavani dalin në udhë, i marrin i plashkisin. Edhe Mekka u bë shumë e rrezikuar tash tregtia e tyre. Edhe i çojnë lajm pejgamberit alayhis salam, i thonë Muhammed, o Allah i le çoj ku dush, dash merrin Medinë, dash ku dush çoj, veç mos ti bojnë çtu. Edhe pejgamberi alayhis salam i çan lajm këty në hajtin e Medinës se jeni të sigurt se mos kërkosh. Kur vin në Medinë thuhet që kanë qenë 60 ose 70. Ky Abu Basiri të ndëruar vëllezër. Po njeri kur është i kfjallt. Por edhe nuk e qitin pozit keqe pejgamberin alayhis salam që e prish marrëveshjen. Po edhe nuk u kthy në Mekë, po e gjet në zgjidhje. Që as mos me ngushtu pejgamberin alayhis salam, as mos u kthy te dhujtarët, pastaj u mbledhën 5-6 vjet, u bën një grup e fortë, u bën një qet e ushtrisë që mo tash me kasit për me pas punë me ta do të më marr me ta, do të më trajtuat as si ushtri. Edhe elhamdulillah apo në hajrin se u kthyn pastaj krejt ta musliman që kishin i pi Mekës, u kthyn në Medinë dhe më kërkush nuk e tha me i kthy prapsht. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam filloi mos me i kthy më edhe gratë që bëheshin muslimane, edhe shkonin në Medinë, filloi mos me i kthy më gratë. Si duket gratë nuk kanë hyrë marrëveshje, sepse në transmetim të marrëveshjes e kanë përmendur dhujtarët që çdo burr joni që vjen bëhet musliman edhe vjen në Medinë do të më na i kthy. Edhe pastaj Allahu e zbret ajetin që gratë të cilat vinë bojnë hijret edhe vinë besimtarët e ti, bënim një provim, një test, nëse janë besimtarët mirë fill, ta mos i ktheni më të burrët vetë. Të isa të bon, nëse bon musliman edhe burrët e vetë, e pejgamberi alayhis salam ja pagun të mehrin edhe ja pagun të shpenzimet burrave të këtyne grave i dhujtarë që ishin, edhe që shka ke hargju për tonë që e vëjki. Amo gruja mos të kthejhet për arsye se ka ardhur besimtare. Pastaj fillon muzbej edhe i dhujtarët edhe mo, po thuj se ka fundi i marrëveshjes, nuk i kërkanin në fakt ata që shkonin në Medinë dhe bëheshin musliman, nuk i kërkanin me i kthy. Edhe këtë periudhë, e cila nuk është bashkë e qartë, se që bën musliman Khalid ibn Velidi edhe Amr ibn Asi, të dytë këta bëhen musliman gjatë kësaj periudhe. Mirë, po që janë bën musliman do të shohim pak më do më hanë një gjëratat e tjera. Pastaj Allahu e zbret ajetin që i premton pejgamberit alayhis salam se kime hin Mekë. Edhe i thot laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah. Allahu ka më ta vërtetuar ëndrrën.
ka më ta realizua dhe më ta bëha realitet ëndrën, edhe ky me hinë në Mekë, keni me bo tavaf, keni me shkurtu flakt edhe keni me i rru flakt, edhe s'keni me utut për i kërkujt, edhe kjenë ndodhë pastaj, i thujnë Omra e Kazas, vitin e arshëm që pejgamberi alayhi salatu wassalam vjen në Mekë, e kryen Omrën me sahabët, kush i bashkangjitet pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pastaj pas 18 muajve dikon priqet marrëveshja, e prishin lojtarët dhe vjen shërimi i Mekës. Kryesorja, pejgamberi alayhi salatu wassalam në Hudejbije ka qëndruar 20 ditë. Domethënë këtë çdo bisedimet që i përmesh, dërgimi i Uthmanit, tentimi për të dërguar Omerin, pastaj Suhejl ibn Amr, pastaj Urwa ibn Mas'ud, gjithë ata që kanë ardhur 20 ditë ju ka zgjatur. Ndërsa krejt udhtimi te në Mekë, domethënë te afër Mekës, qëndrimi në Hudejbije dhe kthimi parafërsisht ka zgjatur 1 muaj e gjys, edhe kthehet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu ja zbret surën Feth, ose një pjesë të surës Feth, e këtu gëzohet pejgamberi alayhi salatu wasallam shumë, sa që e përmend në hadith i cili është i saktë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu më ka zbrit diçka që është më e dashur se sa krejt çka ka mes lindjes dhe perëndimit, surja Feth, sepse në surën Feth Allahu jep shumë përgëzime. Shumë përgëzime që do të ndodhin, që shumë vende do të çlirohen, shumë rajone do të hyjnë islam dhe do të bëhen musliman. Kjo është ngjarja e Hudejbis ose marrëveshja e Hudejbis, e cila ka dhe mësime tjera shumë, edhe edukative, edhe imanore, edhe shoqërore, edhe strategjike, edhe ushtarake. Mirë, po është problem me i thonë të gjitha. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.